Agjencia Investigative Informuese dhe Sensibilizuese Ndërkombëtare Stop Krimi ka organizuar edhe këtë vit një nisëm humanitare në kuadër të festave të fundvitit. Shoqata ka shpërndar dhurata për fëmijët e punonjësve të policisë që kanë rënë në krye të detyrës, duke sjellë gëzim dhe mbështetje për familjet e tyre në këtë periudhë feste. Drejtori ekzekutiv Fatmir Sena shprehet se kjo nisëm është kthyer tashmë në traditë dhe ka si qëllim qëndrimin pranë familjeve në nevojë, si dhe sensibilizimin në shoqërisë për sakrificën e policëve të rënë. Sot jemi si çdo vit pranë familjeve të policëve të rënë detyrë në Shkodër dhe unë duhet të falenderoj drejtorin e policisë Shkodër që sot më apriti për të dhuruar disa dhurata fëmijëve të rënë të policëve të rënë detyrë. Ne kemi çdo vit të marrim këtë nisëm në gjithë Shqipërinë. Këtu në Shkodër e kemi çdo vit, se kemi lënë asnjë vit pa ardhur. Është mbledhur dhurata, kuklla, lodra për fëmijët e policëve të rënë detyrë. Është thjesht ne i bëjmë një kujtim sepse më njëherë sa ti themi njerëzve, ato janë të gatshëm të kontribuojnë për t'i blerë dhurata këtyre fëmijëve. Ne jemi agjencia investigative për parandalim në krimit dhe jemi sensibilizuese. Dhe ky është një tip lloj sensibilizimi. Herion Aruqi, koordinatori e agjencisë, ka falenderuar të gjithë kontribuesit që mbështeten këtë nisëm humanitare. Agjencia Ndërkombëtare për Parandalimin e Krimit të Organizuar, Drogës, Dhunës dhe Korrupsionit, me drejtor ekzekutiv zotin Fatmir Sena, me rastin e festave të fundvitit ka sjellë disa dhurata për familjet e policëve të rënë në detyrë. Me këtë rast dua të falenderoj drejtorin e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, drejtues Gentian Berberin, për mikpritjen dhe bashkëpunimin, si dhe kontribuesit që kanë bërë të mundur dhuratat. Agjencia Stop Krimi prej vitesh angazhohet në nisma sociale dhe humanitare në të gjithë Shqipërinë, ku përcjell një mesazh solidariteti dhe mirënjohje, duke treguar se familjet e policëve të rënë në krye të detyrës nuk janë vetëm dhe se mbështetja ndaj tyre do të vijojë edhe në të ardhmen.